Kur erdhën në Kosovë, çfarë mendimi kishin familja për Kosovën? Një vendi mas luftës, para se me ardhë po, ju mendojshin shumë musliman, shumë vendi mas luftës, kena me pastelashe, ndoshta ka hajnat e senet, edhe nuk besojshin që kurs jam një ma sigur se sa punina në Kosovë, nuk besojshin shumë senet, edhe kur janë ardhe kanë pa me sytë e veta, kanë kërku falje, si unë po kërkoj falje për mendimin që kam pas, po s'kena faj, është adin për një media... Asnjëherë nuk bën me paragjykim, do të vetë. Po, bash, bravo. Që ajo është paragjykimi, është sene ma qi që mund është me buën jetë, edhe që ajo e kam përjetu vetë, u konë pik kryesore që nuk buhet. Kjo është me rëndësi. Po, kur erdhën në Kosovë, çka ishte diçka më shumë ti që të pëlqej në këtë vend? Cila ishte lidhshmëria më e madhe? Shpirti e njerëzve, qetësia jetësore, fakti që din që kime liria, koha, do të thonë Zvicër koha për një ditë e ki djetor. Djetor të duket që të ka kalu ditës.